Gjatë ditës së djeshme është marrë një njoftim për një vatër zjarri në landfillin e Bushatit. Me njëherë janë paraqitur forcat zjarrfikse të Bashkisë Vaudenjës, me pas kanë ardhur dhe forcat zjarrfikse të Bashkisë Shkodër, Lezhë, Kamës dhe Tiranë, të cilat gjej rastin t'i falenderoj. Zjarri ka vazhduar me intensitet lartë, kjo edhe për shkak të llojeve të mbetjeve që hillen në këtë landfill. Era e ka favorizuar shumë zjarrin pasi ka qenë me intensitet lartë. Puna gjithashtu është shumë intensive. Kompania përgjegjëse ka kontaktuar dhe firma të zonës të cilët po bëjnë të mundur izolimin e vatrave me mjete të tonazhit lartë. Si ka qenë zjarri? Ka ndonjë dhënë mesazh të qëllimshëm apo? Sipas mbikëqyrjeve të kamerave të sigurisë, zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Gjithsesi vazhdon puna me mjet policisë dhe prokurorisë, të cilët do bëjnë verifikimet më të sakta.